analizën e kriptos. Fillojmë me Bitcoinin. Bitcoini ka gjetur support këtu për rezistencë të vazhdueshme të zona 90 pik ca deri te 91. Kjo zonë ka qenë zonë me rezistencë të fortë. Po u thy kjo, shkojmë te 95 dhe te 100 që do gjejnë rezistencë të njëjta këto dy zonat. Okej. Unë kam hapur një pozicion të vogël këtu dhe mendoj që mund të eci për lart. Më pëlqen RR-ja këtu 1.3, më duket okay dhe po ra mund ta shtrëngoj stop lossin deri këtu dhe nuk u mbas sasinë që kam rrezikuar, mund të mbas ndoshta gjysmat ose 1/3. Ky është menaxhimi i rrezikut që unë bëj me strategjinë time. Më duket okay Ethereum, por do të shoh diçka te Bitcoini që duhet të qëndroj mbi 90.6, që unë të kem besim që kjo do vazhdoj një valë serioze dhe mund të fus pak më shumë te ajo zonë. Ethereum ka ecur shumë mirë dje dhe po bëri ndonjë dip, është normal këtu. Kam hapur një pozicion të vogël te zona 3000 në thyrjet e strukturave. Ka thyrë dhe strukturën e kësaj rezistencë këtu te 3060, por është starti dhe e hëna vendos çdo gjë që kam thënë për tregjet financiare në përgjithësi. Ardha e volumeve, ardha e institucioneve vendos tregun, po më duket okay për momentin për një lëvizje. Dhe prap mund ta menaxhojmë situatën duke minimizuar humbjen deri te gjysma e kapitalit që kam rrezikuar. Por avash shikojmë se si do reagoj te zonat e strukturat. Synimi im është te 3500 te ky tregtim, që mund të realizoj një me 3.8. Rrezikoj $1.000 për shembull për të bërë $3.800 ose $10.000 për të bërë $38.000. Dhe më duket tregtimi mirë për momentin. Kaq është segmenti i kriptos. Për më shumë hyni te Discordi me 15 pound muaj Noves Hunters, keni linkun për më poshtë, keni dhe Telegramin që është falas për të bërë pyetje gjatë javës për ndonjë gjë që doni të dini dhe për të parë ndonjë mendim timin për tregjet financiare. Shihemi te komunitetet.